kemi mbetur te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Me 15 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati kvorum për vendimarrje. Ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime. Në sallë tashmëri është shtuar, jemi 100 deputet. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e një deputet kanë votuar për, kundër ka votuar 1, abstenim nuk ka, nuk kemi kvorum, shihemi me 19 qershor në orën 10. Për sot ndërpritet seanca.